Obori i godinës së Ministrisë së Zhvillimit Urban është mbushur me ngjyrat e jetës, të cilat erdhën përmes një ekspozite me punime të artistëve të rinj. Është një tren që fatkeqësisht është i ndalur në ditët e sotme dhe ke një autostradë ose një rrugë e cila paraqet të gjithë energjinë e zonës, gjithë lëvizjen. 15 punime të rinjve profesionistë janë realizuar në terren duke treguar historinë e realitetit urban përmes skicave të realizuar në Bashkinë e Tiranës, Durrësit e Vorrës. Dhe ajo çfarë pam dhe kapëm në skica ishte kjo rrëmuja e qytetit, derisa të arrijmë në një pikë që ne ta lidhim me pjesën tjetër të autostradës, u kapëm portin, paka shumë zonat rurale, gjersa lidhim me autostradën që të vinte gradualisht si dy skajt e Tiranës, Tiranë-Durrës. Ministrja Gjermeni e cilësoi ekspozitën si një gjetje të veçantë që ndihmon qytetarët të kuptojnë më mirë procesin e planifikimit urban. Kjo ekspozitë e sotme, them që është një gjetje sepse është një kombinim, harmonizim i bukur i planifikimit që është në fakt një profesion i vështirë dhe kompleks me artin. Pikërisht për ta bërë më të kuptueshëm, më të ndjeshëm, më human, më afër njerëzve, më afër qytetarëve, procesin e planifikimit që është kaq kompleks. Ekspozita u realizua me bashkëpunimin e Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe Urban Sketcher Albania, një organizatë ndërkombëtare jo fitimprurëse, e cila ka për qëllim mbështetjen e komunitetit global të skicuesve.